Dea Michele ka ndezur rrjetin me një reagim të fortë dhe jashtë çdo filtri, që po komentohet masivisht në portale dhe media sociale. Deklarata e saj, e konsideruar nga shumë ndjekës si provokuese, e ashpër dhe hipertoksike, ka hapur një debat të madh mbi tradhtinë, hipokrizinë dhe mënyrën se si gratë përballen me shkënjimin emocional. Në reagimin që po qarkullon kudo, Dea ironizon moralin selektiv, duke ngritur pyetje të forta mbi faktin se si gjykohen disa vajza për veprime të vogla, ndërkohë që tradhtia dhe marrëdhëniet e ndaluara shpesh justifikohen ose heshten. Por ajo që ka tronditur më shumë rrjetin është qasja e saj ndaj tradhtisë në çift, një skenar ku falja shndërrohet në strategji, ndërsa largimi vjen vetëm pasi partneri është përballur me fajin dhe turpin publik. Komentet kanë shpërthyer. Disa e quajnë Dea Michelen të sinqertë dhe brutalisht reale. Të tjerë e akuzojnë për normalizim të toksicitetit dhe dhunës emocionale. Megjithatë, një gjë është e qartë, Dea Michele ka arritur të bëjë atë që pak figura publike guxojnë, të thotë me zë të lartë atë që shumë mendojnë në heshtje. A është ky një mesazh force apo një kufi i rrezikshëm emocional? Debati vazhdon.